Dhe shikon e mbushur gjithë obori me fidana të llojeve të ndryshme. Është vetë firma që tregton import nga Italia fidana të llojeve të ndryshme, duke filluar nga ulliri, agrumet, hardhi, lule natyrale, pemë frutore, pra është një fidanishte e kompletuar me të gjitha çfarë kërkon fermeri për mbjelljen e periudhës të vazhdimit. Është kjo fidanishte pra që plotson të gjitha kërkesat e fermerëve për mbjellje të reja që do të bëhen këtë vit. Ne u ndalëm jo rastësisht këtu, u ndalëm sepse jemi në momentin kur ka filluar shitja e druve frutor, e ullive, e agrumeve dhe është një asistencë jo e rastit me prezencën e dy pedagogëve të universitetit, me dy figura kombëtare të bujqësisë që siç e shikojmë pra është në konsult profesor doktor Petri Trama. Le ta nisim emisionin tani me profesor doktor Petri Tramën, i cili duke dhënë asistencë pra nëpërmjet një fermeri, asistencë e cila do të transmetohet për të gjithë fermerët e rajonit ku kap televizion e kollon. Përshëndetje profesor Trama. Përshëndetje. Jemi në një periudhë të mbjelljes intensive të fidanave të ullit. Ajo që është shqetësuese për mua si specialist janë dy momente. Momenti i parë është zgjedhja e fidanit të ullirit, mbjellja e fidanit të ullirit, mbjellja e fidanit, terapia e ullirit. Në sidomos më shqetësuese është krahasitja e fidanit mbas mbjelljes. Sepse siç e shikoni, fidanet më shikonin këto fidanishte sepse këtu më shikojnë fidana shumë të formuar, shumë të rregull, por ndonjëherë ndodhin nga fidanat që nuk e kanë kurorën të formuar dhe ka vështirësi të formohet kurora e fidanave të blerë. Prandaj, në këtë drejtim mendoj se duhet të sqarohet qartë fermeri se çfarë do të veprojë mbasi e mbjell fidanin. Por para kësaj unë disa momente që pra profesor Rama, me sa duket, ky është një mesazh që po jepet në këtë firmën Flowers, firma bare që importon fidana nga Italia, me sa duket, dhe juve këto këshilla, këto porosi të specialitetit tuaj nuk jepen thjesht vetëm për një fermer, por nëpërmjet televizion apo dhon, ju i bën një mesazh të gjithë hapësirave ku mbyllet ulliri, pra ku shtrihet ulliri në qarkun e fierit. Atëherë le të vazhdojmë në ullësi, profesor. E para një, kur ble një fidan, duhet me përgjegjësi, ai që shet fidanin duhet t'japë përgjegjësi kultivarit varietetit dhe të mbaj përgjegjësi deri në futën prodhim të këtij varieteti. Mos të ndodhi që e shet për kalinjot, më fal, e del varietet tjetër. Në rastin konkret, në rastin konkret, ky që ashtu që pretendon dhe mendoj se është një firmë serioze, e ka të shënuar se çfarë kultivari është dhe për këtë ky do mbaj përgjegjësi deri në futën prodhim. Në qoftë se nuk del ashtu siç për atë varietet që shet, duhet të mbaj një farë përgjegjësie ligjore ose financiare. Dhe si shikojmë, së dyti, nëse i det kamera si shikojmë të gjitha janë pajisura me etiketën, pra nga vjen origjina, pra nga vjen fidani ullinor. Pra nëpërmjet së kamerës, së dyti, do të shikojmë cilësinë e fidanit. Them cilësinë e fidanit, jo vetëm moshën, por edhe mundësinë që ai të formojë fidanit më njëherë mbas mbjelljes, formojë skeletin, formojë kurorën e duhur. Formimi i kurorës, sidomos tek ulli ka rëndësi, sepse nga formimi i kurorës varet shumë, jo vetëm ana estetike e ullit, por edhe ajo futja në prodhim, po e futjes prodhim, raporti dru i gjethe që është shumë i rëndësishëm. Nëse ne kemi një fidan dhe atia i lëm një numër të caktuar të degës skeletore, do të kemi ngarkesën në dru, në disa vorë të gjetheve, futjen vonë në prodhim dhe prodhim periodik kur ai të formojë kurorë. Nëse marrim fidan dhe lëm pa karcipra, ai nuk do të formojë kurorë, do të bëhet një shkurë e mirë dhe është jo vetëm që është e vështirë për të bërë shërbimet agrotike, por do të futet vonë në prodhim, do të prodhojnë në mënyrë periodike, janë të vështira shërbimet agroteknike, do të kemi tharje masive të degëve të të, prandaj krahasitja mbas mbjelljes është shumë e dobishme. Le të shikojmë konkretisht si veprohet me fidan. Tashti, fidanat kur i ble duhet të kërkojmë fidana ideal. Ky që kemi përpara është një fidan ideal, sepse këtu unë mbas mbjelljes kam më lejon që unë të zgjedh degët që do të formojnë kurorën dhe të punoj mbi këto. Për shembull, në lartësinë, ne zakonisht e formojmë për zonat tona kodrinore malore, në lartësinë 8-10-15 cm, bëjmë formimin e 3-4 degëve skeletore. Për shembull, këtu zgjedhim 4 degë skeletore, të shpërndara në mënyrë uniforme, me kënd edhe gratë. Cilat janë këto degë, profesor? Ja,
Po. 2, 3, 4. Degat janë në te, është mirë që neve të mos i presim vitin e parë, që këto të shërbejnë, sepse gjetet përpunojnë lërë ushqimore, dhe duke i përpullur, pengojmë rritjen e këtyre. To nuk rritet, po gjithë fuqia, gjithë ushqimi do të shkojnë në degët që neve kemi lënë për që neve kemi lënë për degë skeletore. Këto i lidhim këtu, i lidhim dhe i lëmë kështu të lidhura. Kjo do të thotë që në qofse neve i lidhim këto, Këto nuk konkurojnë. nuk konkurojnë, lidhen Nuk konkurojnë degët e lënë. 4 degë skeletore. Tash çfarë bëjmë pasi e kemi krahasitur këtë? Fillojmë nga dega me dobët, e presim degën nga jashtë. Edhe këtu e presim me dy syta që njëri tjetër nga jashtë, me dobta. Pra të shkoj nga jashtë dega, po. Kjo dega. Kjo këtu tash lihet, sepse kjo do kthehet në degë skeletore. Tjetër, kjo do të vinë në nivelin e saj, kjo do pritet më shumë. Përsëri edhe kjo pritet me një syth nga jashtë. Këtu nuk e kemi. Ja ku e kemi këtu. Po. Mi po duke qenë me trash, mëse e kemi këtu, për shembull. Pra i lëm hapësirë të hapet ullirit të zjerohet. Po. Kurora. Këtë e heqim se është nga brenda. Ose e presim me dy syta që mos konkurroj. Këtë këtu e heqim. Dhe këtë e presim prapë me syt nga jashtë. Po, duke patur parasysh që të kemi një ekuilibër të mirë. Edhe këtë e presim, kjo është më e fuqishme, degët e fuqishme zakonisht prihen në tepër, edhe këtë me syt nga jashtë. Atëre profesor, si rregullsi. Përse duhet lihen në një nivel? Përse duhet lihen në një nivel? Në mënyrë që ne duhet të kemi rritje uniforme të degëve skeletore. Ullirit, qofse do të kemi rritje të njëanshme, kjo do të rritet më shumë, edhe tjetra në pak do të kemi spostimin e prodhimit dhe deviacionin në një drejtim. Kështu që ulliri nuk do të prodhojë në gjithë masën e tij, po do të prodhojë në një anë, do të kemi ulje të prodhimit. Pra, me njëherë mas mielli. Atëre para jo vetëm që formon kurorën, por kjo jep mundësi edhe zënies më të mirë, sepse kur sasia e rrejmit këtu, meqense kjo ka qenë gjithmonë kjo hiqet, tu kemi parasysh hiqet. Kjo është më e vogël, nuk ka atë zakonisht to janë më të vogla se nga ç'duhet, kështu që ne ekuilibrojmë sistemin rrënjor me sistemin nëntoksor. Kështu që rrënjit do të ushqejnë më pak dega, dhe duke ushqyer më pak dega është më e madhe mundësia e zënies, dhe mos të vojë fidani për ushqime dhe ujë gjatë periudhës. Sepse deri në këtë moment rrënjët kanë qenë detyruar të rrinë në një kur të dalin jashtë do të kenë probleme. Ato do të shtrihen, po. Do të kenë probleme. Po ky është një fidan ideal, po nuk vin gjithmonë fidanat ideal. Mos shikoni këtu se këtu në shoftë kemi një cilësi të mirë të fidanave dhe fermieri do të gjejë me gjithmonë fidana të mirë në këtë. Por ka raste, për shembull, ja, kemi këtë rast. Ky është një fidan i vjeçar. Çfarë do të bëjë fermieri në këtë rast? Mos e ndjej. Po, se do flas për mbjellje, do flas më vonë. Këtu nuk ka mundësi të formoj kurorë. Këto janë degë skeletor, ose do ta formoj këtu me këto degë, pak, dhe këto do t'i presin me syt nga jashtë. Por do të preferoja që kur fidani vjen një vjeçar si punë e këtija, do preferoja që në lartësinë 80 cm të numëroj, 80 cm plus 1, 2, 3, 4 syta çifte, ta presin këtu fidanin, me njëherë mas miellis. Gjatë vegetacionit, kjo do të mbushet me degë, do të vëllë si punë e kësaj. Do të sjellim edhe këtu 4 degë skeletore, 3-4 degë skeletore, të tjera do t'i përkulin dhe këtu formimi kurorës bëhet një vit më vonë. Gjë që ndodhet në maj qershor, apo s'mund prit maj qershor. Jo, kjo prerja bëhet me njëherë mbas miellis. Pastaj këto të tjera bëhet gjatë muajit maj qershor. Jemi 4 degë të tjera përkulen, në mënyrë që t'japim mundësi këtyre që të rriten më shumë. Pra, të nderuar shikues, shikoni, se nuk aplikojnë gjithë teknologji. Kjo është një teknik që transmetohet për juve nëpërmjet profesor doktor Petit Ramës, ja që ndodh pra mbas mbjelljes. Atëre, derisa të shkojmë në ky moment, profesor, diçka për teknologjinë, teknikën e mbjelljes. Jo, unë desha të caktoja sepse ka raste të do e vi fermieri ti dani ti. Një rast tjetër pra. Ky ka 2 degë skeletore. Çfarë do bëj? Këtu me këto 2 degë është i detyruar që ti presi këto në largësinë rreth 15-20 cm apo më fal 15-30 cm me syte nga jashtë. Këto 2 degë. Një këtu edhe një këtu. Këto të tjerat ose do t'i presim me 2 syta ose do t'i përkulin. Ja, këtë do ta presim këtu me kishim këtu. Çfarë do ndodhi tash? Gjatë vegetacionit këtu do dalin 2 degë, disa degë, do zjeni këtu 2 degë. Do zjeni këtu 2 degë, do t'i formoj 4 degë me këto dyja. Pra, një rast i tillë. Ose kemi një rast tjetër. Kjo është një ja, çdo fidan me të shokun vjen në një rast të tillë. Ky është një fidan që
nuk është ideal si ai, dhe si që shumica e tij, po i ka shpëtuar fidanëvicit. Këtu ose do të formoj kurorën këtu lartësi që unë nuk do ta sugjeroja, ose këtu poshtë do të zgjedhin 4 degët, ja ku janë. 1, 2, 3, 4 do ta presin këtu. Po. Ja, ta mbajmë pak të. Po. Pra, ja ku i ka. Edhe këto tash i bën krahasi ekuilibruse, këta me syt nga jashtë. Është më e madhe kjo, ja këtu me syt nga jashtë. Kjo që është e përkulur s'ka nevojë të prihet sepse degëzat e përkulura nuk shkojnë element të shys. Nuk shkojnë element. Këtë e pres prapë që mos konkurroj këtë tjetrën. E pres shumë. Edhe këtë me syt nga jashtë. Do formohet këtu kurorë. Shko sa bukur doni? Po. Shumica e fermerëve. Ju duket të merr që të heqin gjithë to degë. Nga fidani i ri. Po do na thoni më vonë. Ajo është, shiko, çdo prerje është e keqe. Por është një keqe domosdoshme, masi ulliri është mbjellë, është lënë 3-4 vjet pa krahasitur, si do të ndërhyjë me krahasitë ekuilibruar dhe me mend të kokë, ta bëjmë atë ullirin në formë që do ta bëjmë në proces. Pa bërë shumë dëmtime. Do ta bëjmë në ullishte. Në ullishte. Profesor Rama, me tër kurajon, juve morët përsipër që hiqin gjithë. Përse hiqet kjo? Kjo hiqet për të siguruar të ardhmen e një bime të ulliri, një druj të ulliri që të rritet tamam me një teknologji. Ju do të shikoni një gjë e ullirit. Nëse ulliri nuk merr kurorë të shtrirë, jo varet nga varieteti, por nga krahasitja, ai prodhon pak dhe prodhon në mënyrë periodike. Ulliri prodhon vetëm atëherë kur i japim kurorë të shtrirë. Dhe këtë do t'i japim në krahasitjen e vazhdueshme. Një nga arsyet që do prodhon ulliri është mos krahasitja e rregullt e ullirit. Pra këta janë ullinj italian, të ardhur nga Italia e Jugut, ku edhe kushtet klimatike janë të paraafërta me Shqipërinë, po si kultivar, çfarë kultivar është? Do të ishin kultivari Frantojo, është kultivar që ka treguar se shkon mirë në vendin tonë. Frantojo dhe Lecino më duket të sjell firma bare. Shkon mirë në vendin tonë, ka një të mirë që nuk preket shumë nga një sëmundje përdore që quhet syri i pallojit, sepse mos për zonën e ulët është problem. Ku të bëhet prodhim, nuk ka shumë 1% të lartë vajt, po ka një prodhim të vazhdueshëm, të përhershëm, ka rreth 16-17% vaj. Është lidhur kjo me kushtet e zonave të ulta, më tepër Frantojo që ju reziston kushteve të ulta. Frantojo është i përshtatshëm për kushtet e ulta. Klimës me lagësht, klimës lagësht sepse nuk preket nga syri i pallojit. Tani konkretisht do të na shpjegoj profesor Rama se si do të realizohet mbjellja e ullirit. Që është momenti më i rëndësishëm, momenti i parë. Për mua përgatitja e ullirit është një masë e njohur. Nëse ka mundësi fermeri ta punojë filizën, ta shpenzoj dhe në një tokë të punuar, ulliri patjetër do të kenë një të ardhmë më të mirë sepse nuk do të kenë bimë të tjera konkurruese. Pavarësisht se ulliri është bimë mjaft rezistent në konkurrim, kjo do të ishte më e mirë. Nëse nuk arrin këtë, patjetër duhet që ta pastroj mirë parcelën e mirë dhe të hapin gropat 1 me 1. Dhe atje ku është pjetë, ti bëjnë dhe vetullore. Aksidentuara, hapin gropa 1 me 1. Por me mirat është që ai ta punoj tokë filizën, kjo me kuptohet, gjithë ditë është më mirë. Unë do t'i rekomandoj një gjë, që gropat duhet hapen jo në momentin e mbjelljes, asnjëherë, duhet hapen rreth 3-4 javë para mbjelljes. Kjo ka shumë rëndësi, për hapin dhe merret dheu i sipër hidhet në një krah, dheu i ndeshëm hidhet në krah tjetër, dhe çfarë bëhet? Kemi hapur gropën 1 me 1, 3 javë para mbjelljes, në mënyrë që kemi tamam tokën ta kemi të ketë zënë vend të ketë një shumë mirë, ne mbushim gropën deri në 3-4 me dhe. Duke shtruar në fund. 3 javë para mbjelljes. 3 javë para mbjelljes. Duke shtruar në fund rreth 10 cm, po kemi mundësi me pull, që do të shërbejë drenaxhin që ulliri ka shumë të nevojshme. Pastaj hedhim deri në 3-4 e gropës, hedhim dheun e përzier me ple, dheun e sipërm që kemi hequr në një javë. Kjo dhe bëjmë këtë në formë kuponi. Kjo ka rëndësi, sepse atje do të zhvillohet rrenjë. Që të kemi, ai është më i pasur me nushqyse dhe me lëndë organike dhe atje do të zhvillohet rrenjë. Në këtë lartësi. Tash pse hedhim këtë 3 javë para? Hedhim 3 javë para sepse kur e mbjellim ullirin, nëse dheu nuk ka zëvend, atëherë pavarësisht nga thellësia që do ta mbjellë, ai mund të bjerë dheu, do të zëvend dheu dhe ulet ajo thellësia e mbjelljes. Sepse thellësia e mbjelljes ka shumë rëndësi për ullirin. Konkretisht. Thellësia e mbjelljes së ullirit duhet të jetë as më pak, as më shumë. Po të jetë më tepër, do të jetë rreth 3-4 cm mbi bukën e dheut. Fillimisht vetë kuptohet që hiqet plasmasje,
Asë mënyrë nuk do të mbjellin plazma, nuk do të lënë plasmasin brenda. Hiqet plasmasi. Pritet plasmasi? Pritet plasmasi dhe hiqet. Dhe nuk është do izolon. Atëherë, pret, s'ka nuk po i bëj. 3-4 cm mbi sipërfaqen e rrehut. Kaq. As më shumë as më pak. Pse jo më shumë? Nëse do ta mbjellin më shumë, më thellë, ulliri do të vuaj dhe mbjellin në vjesht, gropa do të mbajë. Ulliri është shumë i ndjeshëm ndaj lagështisë. Duke qenë ndjeshëm ndaj lagështisë, do të pengohet, do të pengohet zeni atij. Dhe shpesh kemi edhe tharje në mbjellje të tilla. Po edhe nëse kemi tharje, ai nuk do të rritet fuqishëm. Do të rritet tamam si një fëmijë që vjen nga astma. Sepse do të asfiksia e rrejnit. Por nëse mbjellim të cekët, ai nuk do të rezistojë atësirës së. Neve kemi mbushur gropën e re, hedhim rreth 200 gram po të përzier mirë dhe kimik, dhe tek ne përdoret tapi, dhe tapi ka edhe azotin edhe fosforin, kalium toka tona ka, nuk ka shumë nevojë. Dhe të gjitha këto prerë do hidhin në nivelin e fundit. Në nivelin e fundit. Tash rëndësi ka që mbasi e vendosim këtë, duhet të vendosim edhe kallamin në mbështetës, sepse ka rëndësi mbajtja drejt e kurorës, kallami i mbështetës duhet ta ketë heqim e mbjellin dhe vendosim prapë kallamin e mbështetës. Dhe ngjeshjet mirë në mënyrë që të bëhet një trup i vetëm. Buka e rrehut që ka kjo me Vazhdo bisedën me profesor doktor Petraj Sotiri. Petraj Sotiri tashmë i njohur që nga misionet e para të bujqësisë, ka dhe fermerit të televizion Apollon, i njohur për disa biseda dhe sot, përshëndetje profesor, është kënaqësi që neve përsëri u takuam së bashku për televizion Apollon dhe sot do ndalim tek Ardhia. Po ju shikojmë ju jeni këtu. Pse do ndalim tek Ardhia? Ndalim sepse profesor Petraj Sotiri, si që kemi prezantuar në emisionet tjera, është babai i vreshtarisë shqiptare. Do të thotë që nga vitet 15, profesor, i që akoma student, juve jeni marrë me vreshtarinë shqiptare. Apo jo? Tani unë bësha rreth 55 vjetë që nuk kam qenë i interesuar, i lidhur me këtë bimë fisnike dhe me kulturë për popullin tonë, për një kohë shumë të gjatë. Pra, ka kaluar gjysmë shekulli. E ka kaluar gjysmë shekulli. Dhe konkretisht sot këtu, profesor, jemi... Dhe koha tregoj që në Shqipëri ka shumë për të bërë në ardhim dhe duhet shumë të bëjmë akoma që neve të rivendosim një traditë të bukur, por me të gjitha të rivendosim një bazë në gurë themeli në bujqësinë shqiptare për jetën më të mirë të fshatarëve, për një jetë ekonomike të qëndrueshme, me ato kultura që neve kemi dhe traditë dhe që vendi ynë i prodhon në mënyrë më të përsosur se sa vendet të tjera. Të tjera kultura është siç është dhe ulliri dhe disa pemë të tjera, kryesisht është në Ardhia. Këto vitet e fundit ka një zhvillim të bujshëm dhe një interes mjaft të madh të fshatarësisë sonë për të mbjellë kryesisht breshta dhe ullim vitet e fundit. Mbjellja e vreshtave ka filluar me ritme shumë intensive këto 5 vjet të fundit dhe neve gradualisht po i marrim veten nga humbjet e mëdha që kemi pasur në vitet e para të tranzicionit. Sot Shqipëria ka rreth 9.000 hektarë vreshta, ose diçka më shumë, dhe qarku i thjerit përbën rreth 40%
të prodhimit të rushit në Shqipëri. Është një nga qarqet që ka një pozicion shumë të favorshëm geografik, ka një popullsi të dërguar fshatare dhe një traditë shumë të lashtë për prodhimin e ardisë. Interesi im për mbjelljet e reja më bëri që të ndalem një fidanishte ku prodhohen fidana dhe në një qendër siç është Bare Flowers me mjaft interes me një organizim gati evropian, të themi normal, siç mund të vizitojmë një qendër tregtimi, shpërndarje, jo vetëm fidanash për njohurish, edhe në Itali, edhe në Greqi. Pra, nuk gabojmë që ne duhet të nderojmë me të tilla qendra, unë për herë të parë po vi këtu, nuk e dinja, por më bën përshtypje fidanat dhe menjëherë hapa këta ark, si shikoni, dhe këta zotërin që shesin këtu, më thanë që janë fidanat të cilët vinë nga Italia. Sa duke këto janë të firmës Aushedo Udine, që është një kollosi i vivajizmit, i prodhimit fidanave të botë. Megjithatë, edhe ne prodhojmë këtu. Por, unë që bëj thirrje atyre që prodhojnë në Shqipëri, të imitojnë këto, që nuk është shumë vështirë. Ne kemi pasur traditë dhe sot po e ripërtëritim. Që neve të prodhojmë fidanat të tillë që vreshtari që i merr të ketë në dorë një material mbjellës të sigurt nga origjina, të shëndetshëm, të pastër nga sëmundjet dhe të shpejtë për të dhënë atë prodhim që ai dëshiron. Që t'i përshtatet në vendit të tija, që t'i japë produkte të qëndrueshme dhe që të kërkohen nga tregu. Përndryshe, as kjo qendër që prodhon dhe shpërndan fidana, as dhe prodhuesit vetëm, nuk mundet nesër të kenë një të agët të ndryshme. Si do bindet fermeri, profesor, që sepse këto fidana i gjanë edhe në rrugë, i gjanë edhe në fshat, i gjanë, si do bindet pra për cilësim, për ato parametra që kërkohen teknikisht, që ndërtojmë një vreshtë me perspektive. Fermerët tanë, para se të ndjenë një vreshtë, duhet së pari të konsultohen me specialistë. Ose me këto qendra të shpërndarjes fidanave, ku ka specialistë të tyre, asistojnë, që është për shembull Bare Flowers, që zotron dhe një know-how për të punë. Ka bërë dhe një punë kriminalistike me botimet e fletpalosjeve, me konsulencën, dhe t'i porosit fidanat paraprakisht, përpara se të fillojë sezoni i vjedhjes. Pra hapi parë i vreshtarit është t'i drejtohet një qendre ku këto fidana shpërndahen. Të marrë garancit, jo vetëm për shpimin, se shpesh herë fshatarët që nga shpimi, dhe po tjetë për nga shpimi, në tregjet fshatare, në për rrugët tona gjenë qindra fidan shqitësa, që ta japë fidanën me 500 lekë. Dhe nuk do të udhiqemi thjesht nga shpimi, sepse këto fidana, që janë me origjinë të pakontrolluar rrugëve, dofta dhe me falsifikimet e etiketeve nga enti ynë, nuk kanë të afme, ato ose kanë zënje shumë të ullë, or në rastin më të mirë, këto japin prodhime të paqëndrueshme dhe mbartin sëmundje të paqëndrueshme. Konkretisht këtu, ne kemi të bëjmë me një fidan i cili është përgatitur në një mënyrë të tillë që të ndojë për një kohë të gjatë i mbyllur në ark. Pra, ruan atë freski që ka që në momentin e çkuljes nga fidanishtia. Dhe nuk e ka parë drejt në diellit dhe thatësirën, sepse ky është vendosur në një ark të izoluar me plazmas dhe të stratifikuar me tallash të çkrithët me lagështi, që mund të rri këtu në temperaturat 10, 12, 15 gradë, edhe për një muaj, për 2, për 3 muaj, pra fshatarin mund ta marrë dhe të mos e nxjerrë nga arka. Sepse pikërisht që këtu fillon pasiguria e të artës fidanit. Kur ata e marrin në rrugë, pa stratifikim, pa ambulim, ai pothuajse është gjysmë i thatë. Dhe shansi për të përzerë është shumë larg. Një fidan i këtillë ka shanse 100% të serë. Nuk ka asnjë arsye që vreshtari
të marë 100 fidana e t'i zënë 60-90, po mund t'i zënë të gjitha, teorikisht dhe praktikisht, vitet e fundit, ata vreshtarë, të cilët kanë zbatuar teknologjinë e përgatitjes së mirë të tokës dhe kanë marrë fidana në arkat ambalazhuara, kanë arrijë 99%. Dhe jo në 100 fidana të mbjellë, por me mira, të tilla kemi në disa ekonomi të mëdha të vendit tonë, që janë bërë model. Pra, fidani së pari duhet të ketë një freski, dhe freskia ruhet gjithmonë kur është i amballazhuar në bulesë plazmasi dhe me mjedis stratifikues, që mund të jetë tallash ose torp. Mbasi merret fidani, ky nuk duhet të hapet deri në momentin kur do ta mbjellë, dhe hapet 24 orë përpara. Kontrollohet, nxirret nga arka, përgatitet për ta mbjellë, dhe në qoftë se ne marrim një fidan, ky duhet të jetë, siç e shikoni, me disa standarde të caktuara. Cili standardi i fidanit kontrollohet? Standardi i parë është gjatësia e nënshartesës, që duhet të jetë 38 plus minus 2, me gjithë mbishartesën duhet të jetë rreth 40 cm. Nga thembra e rrënjët deri këtu 38 cm. Ky është standardi i parë. Standardi i dytë që shikohet ke ardhia, shikohet pika e shartimit. E shikoni këtë gungës këtu, kjo është pika ku është shartuar. Kjo pikë bashkon në shartesën që është një copë e ionizzuar e egër, antifilokserike, jo e egër nga pylli, nga larushku, por është një nënshartesë që ka një emër të caktuar. Në rastin konkret, këtu ka nënshartesën Kober. Në pikën e shartimit vendoset kalemi i atij varieteti që neve duam ta shtojmë, shesh të zi, blosh, kalmet, sangiovese, cabernet e të tjera. Dhe mbasi procesit të shartimit, pika e shartimit ngjitet mirë, qofse neve e kapim dhe e përkullim me forcë, nuk qahet. Në rast se kjo ka krisje, ky fidan skartohet, mund të jetë i bukur, mund të ketë shumë rënjë, ai nuk vlen, sepse jeta e këtij është shumë e shkurtër. Pra, garancia ke fshatari është që pasi kontrollon, kap në pikën e shartimit, në formë arku, e përkull. Në qoftë se nuk qahet, atëherë e ka zënë sigur. Përpara se ta mbjellë, mbasi kontrollon këtë, në fidanishtet ku është prodhuar, mbishartesa është e përgatitur, e prerë me 2-3 sytha dhe e izoluar me një përzierje parafine dhe pesticidesh ose substancash disinfektante. Nuk janë thjesht parafin këto. Dhe kjo ngjyrë nuk është thjesht ngjyrë për bukuri. Kjo e ruan nga tharja parakoshme dhe nga infeksione. Kurse për rrënjët duhet të jetë shpërndara 3 deri 4 rrënjë të dala në mënyrë të njëtrajtshme nga fundi i kësaj. Nuk lejohen në rrënjë të dala të gjatësinë e kësaj. Dhe nëse del ndonjëherë dhe nuk ka, mund të gjejmë ndonjë fidan, ta tregojmë fuzor, ja kjo këtu për shembull që e ka këtë rrënjë, këtë neve duhet ta heqim këtë rrënjë. Ta fokusojmë jo këto rrënjë që duken se janë të holla. Kjo këtu do hiqet. Ashtu. Të gjitha tjerat nuk trezohen këtu. Po. Poshtë. Këto rrënjë tani mblidhen me dorë që nga baza dhe këtu shkurtohet. Pra shkurtohen ai sa është grushti. Që të mos themi me centimetra se harohen, kurdo në këtë rast konkret do t'i presim këtu këtë rrënjë. Dhe i bëjmë gati fidanat për t'i mbjellë. Edhe një herë le ta quajnë fermerët. Ja edhe një herë. Edhe një herë. Ja ku i kemi fidanat. Ja si është e paprerë. Po. E kapim këtu dhe në këtë lartësi i presim. Pra i bie rreth 8-10 cm, 8-10. Po. Ky është një fidan i gatshëm që tani mund të mbillet. Është gati për mbjellje. Por me qenë se nga koha kur këta janë shkullur dhe janë futur në ark, janë transportuar, kanë qëndruar në magazina, dhe ditën kur ti do t'i mbjellësh,
mund të jenë 1 javë, 2, 1 muaj, 2, 3, pa frikë, s'ka problem. Mjafton të mos jenë në aktivitet të qenë edhe rejnë në qëtësi. Ky fidan ka humbur një farë lagështie. Prandaj ne e vendosim në ujë të rrjedhshëm për 24 orë. 12 për 24 orë, si mbas gjendjes. Nëse tallashi është i lagur, mirë, i freskët, Dhe mos ujë do të jetë detyrimisht do ta vëmë në ujë të rrjedhshëm të pastër. Ai do të ri rënja 12 për 24 orë, pasandaj vëmë dhe e mbjellë. Në mbjellje ka rëndësi që toka të jetë e punuar jo me gropa, po të jetë tërësisht gjithë sipërfaqja. Vreshti kërkon të bëhet Qilizëm. Patjetër, është një investim i madh, është tamam si projekti i një godine që bëhet në themele të thella, bëhet me rrënjët e ardhisë. Përpara se të vendosen në gropën e mbjelljes, këto zhyten në përzierje të bajgave të freskët, bajgët, jo kleta mam, po bajgët, në kuptimin e mirë fill të fjalës të përzierë me dhe. Çfarë raporti? Një pjesë dhe, një pjesë dhe, të lagur të njohur në formën e një brumi paste, i zhytim këto rrënjë, i mbulojmë me të. Ato bëjnë stimulimin e zhvillimit të rrënjës dhe e ruajnë, i japin një ushqim organik i gatshëm, të gatshëm. Mbjellja bëhet një tokë të përgatitur mirë qilizme. Totalisht, jo vetëm me gropa. Po kur themi qilizmë, shumë veta e punojnë me traktorat zakonshme ose 40 cm. Kjo është shumë e gabuar, sepse duhet të ashpejtojmë dhe ndryshe. E shikoni tani se sa e gjatë është kjo. Kjo është 40 cm, edhe 10 kjo është 50 cm. Pra, në rastin e tokën e mbjellim e punojmë në 50 cm, ku do me rrënjë e kësaj? Ne themi të shtrim rrënjë sa kemi shtratin, por rrënjët janë më larg nga shtrati, shtrati është më i vogël. Atëherë sa duhet të jetë punimi i tokës qilizës? Minimumi duhet të jetë 50 cm. Që të ketë në rrënjën 30-40 e diçka më shumë, një shtrat të freskët toke të shkrizit të aerisë. Gropa, profesor? Jo gropa, toka të punohet e gjitha në thellësinë 80 cm. Në zonën malore 80 cm do dalin vetëm gurë. Asnjë gjë, s'është vërtet. Jo, s'ka gurë. Aty ku ka vetëm gurë, thyen gurë. Sepse kjo e shfrytëzon dhe gurin. Edhe tokat gurishtore do të shkëlqyrohen me mjetet ose me kazma. Me kazma, me fadromë dhe me plugje të tërhequr me traktor të fuqishëm. Kështu është bërë edhe në vendin tonë ku janë. Do të patjetër të Prandaj këto rastet e mjedhjes së vreshtave nuk duhen parë thjesht sa për të marrë një fidan këtu e për ta futur në gropë dhe mbas sa vitesh ai do të fillojë të degenerohet, të urtë prodhimin, të urtë cilësinë dhe të rritë kostin. Që në fillim kosti e ngritjes së vreshtit nuk është vetëm fidani. Fidani është një element. Kosti është një projekt i plotë me të tëra allkat e teknologjisë. Që fillon nga punimi i qilizmit të tokës. Dhe punimi i qilizmit të tokës, edhe nëse është gurë, do bëhet edhe duke e qarë formacionin amnor që mund të jetë i shkrizit. Ose të vej deri në atë thellësi. Dhe ne kemi këtë mundësi. Në përgjithësi qilizmi. Atëherë për ta pasur të qartë fermeri, profesor, punimi i gjithë tokës duhet sepse rrënjët do të shpërndajnë mbi. Rrënjët nuk lokalizohen në gropë. Në rastin e hapim një gropë, edhe prullin është e njëjta gjë, atëherë rrënjët zhvillohen, lokalizohen dhe flenë brenda asaj grope, çkëputen dhe kur gjen këtu ushqim, mbajnë gjallë prodhimin. Kur nuk e gjejnë e frajnë prodhimin fare vetë. Në një kohë kur ne do të shfrytëzojmë tërë resurset, tërë burimet që ka toka, lënë të ushqimore të tokës, lënë minerale, ajrin, oksigjenin e tokës dhe lagështinë. Kjo realizohet vetëm me qilizm. Sepse thuaj profesor që rrënjë shtrin ai sa është gjatësia e Kjo ardhia shtrihet 10 herë më shumë. Pra, dëgjojeni. Jo një herë. Pra, nëse në drurët e tjerë, profesor më falë se po plotësoj atë të thatë juve, nëse drurët e tjerë shtrihen rrënjë ai sa është kurora, ka dhe drurë që ndryshon ky raport tek ardhia, këto rrënjë ka i të vogël i shikojmë këtu, ne?
shtrirë 10 herë, 10-15 herë. Pra, në qoftë se ne prandaj duhet e gjithë sikur vajtë aktivitet për në mua. zona kontinentore, zona të thata historikisht, nëse ne hapim jardhi, ne mund të gjejmë në rrënjë deri në 7 metra në thellësi ose të shtrirë në rrugë horizontale anash. Prandaj duhet të bëhet qilizëm. Bërja qilizëm 1, zgjedhja e fidanit 2, në shkëtyrat me ple 3 janë 3 shtyllat për intensifikimin e kësaj kulture, që të luajë shpejt në prodhim, që të ketë jetë shumë të gjatë ardhia dhe të japë prodhime të ekuilibruara me cilësitë lartë. Mos dhe pleu do të shpërndajmë të kisë fajin Komplet dhe nuk po tani në të rallësit sepse jemi po i themi lokalizuar, por sepse pleu jam mësuar që qoftë organik, qoftë plerat përdierjes kimike me tërë kompleksin e plerave, duhet të hidhen që në momentin kur bëhet qilizëm tokë. Dhe nuk ka nevojë të hedhin plek kur mbjellin ardhin sepse ajo e ka kudo. Tani mbjellja e kësaj bëhet ose me trivelo, me tryel, ose me hapje të ngrohtë provizore, që s'ka rëndësi forma dhe masia sepse ajo është tërë ngrohtë e shatuar. Mjafton që rënja duhet të vendoset në pozicion të shtrirë në ngrohtë lirshëm. Të mos kthehet në ngrohtë të ngushtë, të kthehet në rënjë kështu, përpjet. Se shumë herë japin ngrohtë të ngushta dhe kthehen kështu rënjët. Atë rënja vazhdon dhe ngjitet e humb efektin e thellësisë. Duhet që kjo të rrinë në pozicion natyral. Dhe pasaj do të rri afërsisht. Po, shumë. Dhe zhvillimi këtyre rrejve të reja, ndikeni. E shikoj po. Këtë thot profesori, do të rri afërsisht shumë rrejt dhe ndosur ngrohtë. Po. Dhe zhvillimi këtyre rrejve të reja do të dalë tani mbas këtyre dhe shkoj thellë dhe në thellë sa top në jetë shkrifët. Në qoftë se këtu ka një taban të papunuar, atëherë këto rrejë dhe kërkojnë zonën më të shkrifët dhe ajrin dhe i kthejnë këtu në këtë nivel. Në këtë nivel mungon uji në muajin qershor, por fillon thatësira, gjyshket prodhimi, ullet sesi. Prandaj detyrimisht duhet që ne të shkojmë poshtë. Faleminderit profesor, nuk di çfarë mund të trajtojmë më tepër. Tani kemi edhe një halkë tjetër. Po, kemi edhe një halkë, pastaj do të flasim edhe për këtë, tjetër të mbjelljes. Mbasi vendoset ardhia atje, hidhet me një shtresë dheu të shkrifët, të freskët, që rrënjët bien në kontakt të plotë, mos ketë hapësira. Këtu është sekreti i zënjeve, që nuk varen nga cilësia e fidanit, por nga cilësia e punës ati që bënë. Pra, problem në një fidan, ke qendra tregtare, neve do kërkojmë freskinë e fidanit, vërtetësinë e varietetit, emrin e varietetit, dhe mungesën e sëmundjeve si mbas certifikatës. Por nuk mund të kërkojmë përqindjen e zënjes, që e kemi në dorë ne. Sepse përqindja e zënjes është pikërisht nga ato faktorë. Prandaj që të zërë tani, rënja duhet të ngjihet mirë me dhe të marrë kontakt, të mos ketë kontakt me ajrin. Bërshleqe. Kjo siguron 100% zënje. Me pas kësaj ngjeshje, në një shtresë rreth 10 cm mbi këtë, pastaj hidhet një rrej i shkriftë. E rëndësishme është momenti tjetër që pika e shartimit të jetë 3-4 cm mbi tokën. Në qoftë se ne e mbjellim rafsh me tokën, pika e shartimit, rrënjët kryesore këtu atrofizohen dhe dalin nga e buta dhe mbas 2-3 vjetësh këto rrënjë dalin në sipërfaqe, në shtresë të cekta, ku vërtet ka provizorisht ushqim dhe ajër, por në muajin korrik gusht ato vuajnë dhe i japin tharje bimës dhe eliminojnë zhvillimin e këtyre. Prandaj që në të domosdoshme që neve të kemi këtë pikë 3-4 cm mbi tokë gjithmonë. Nuk ka nevojë të mbulohet, se kjo është e prerë dhe izoluar me. Edhe në rast se dalim në rrënjë kështu që rrënjë që dalin ato priten. Duhet është operacioni vjerës që priten pas një viti. Vazhdimisht. Por ato nuk zhvillohen. Në fakt, përderisa ne kemi të pastër këtë, dhe kjo s'është kontakt me tokën, mbi shartesa, nuk zhvillohet. Sepse gjithmonë kanë marrin zhvillim të fuqishëm këta. Ka raste i dalin rrënjë prej këtej? Ka raste, po me punimet graduale që bëhen çdo vit në kanale ato priten. I gjen pa frikë, të mos kemi asnjë. Nga shërbimet pra që bëhet vreshtëri. Tani, këto janë mbas mbjelljes, në rast se ne nuk e kemi për shembull realizuar plerimin e bolshëm në qilizëm, mund të plerojmë fidanin, por mbasi të kemi hedhur dhe pa flet
që reja mos bjerë kontakt me pleon. Pra pleos duhet këtu. Jo, A si përzihet? absolutisht. Ose përzihet poshtë në ngrop, ose idhet mbi këtë, në këtë pjesën. Që ajo bima ka marrë gradualisht me lagështim. Nëse mbjellet me i bëjmë në një zonë të thatë dhe nuk presim shira, edhe mund të ujiti me 10 deri 20 litra ujë për rrej. Nëse këto mbjellen gjatë muajit dhjetor, që është muaj shumë i mirë dhe janar, dhe fillojnë shirat, nuk ka nevojë. Shirat e ndihmojnë shumë, kur ne kemi gjeshur mirë këto dhe e kemi mbjell në qelizë. Pra, profesor, momenti, koha optimale e mbjelljes është një dhjetor janar. Tani, dhjetor dhe janar janë 2 muaj më të mirë për kushtet. Sa më vonë të fillojmë, aq më të rrezikuar jemi me efektet të thatësirës. Kryesisht, mbjelljet e marsit dhe të prillit duhet të eliminohen. Nuk duhet që ne t'i zvaritim. Ose do t'i vazhdisim, kemi probleme. Pastaj ka kosto të lartë dhe riverdisë. Një gjë do të thesh atjetër që vreshtarët, fermerët i duan të mbjellin vreshtar, duhet me dojë të mos shikojnë vetëm çmimin, sepse çmimi në ndonjëherë lëviz me gjëra të parëndësishme. Duhet të shikojnë garancinë dhe vërtetësinë që u jep. Mbështetja kryesore është pikërisht që firma prodhuese duhet mbajë përgjegjësi për varietetin. Dhe bashkë me këtë edhe me certifikatët fitosanitare, ku të tregohet që kjo bimë nuk ka sëmundje infektive, si që janë viruse. Fitoplazmat janë shumë të rrezikshme dhe sillin tharjen e pa diskutueshme të fidanit. Sepse ndodh që këta i blenë shokarët në rrugë, pa etiketa, pa amballazhim, do të thënë pa origjinë dhe pa përgjegjësi. Dhe fakti që shumë vreshtarë kanë mbjellë të tilla vreshta dhe pastaj janë detyruar të çkulin ose janë zhgënjur me prodhimet e tyre, e ka burime se ata kanë kursyer 50 lekë të vjetra për fidan dhe pastaj kanë paguar 2 fish në vreshtë, me vonesën e prodhim, me zëhet e ulta, me prodhimet jo cilësore, kështu që nuk duhet unë ju thirrje vreshtarëve të adresohen në pikat e shitjes që janë të autorizuara dhe të pajisura me të infrastrukturat, siç është kjo qendër, Bare Flores, po ka të tjera, si kjo do të Shqipëri tani, po modernizohet sistemi i marketingut në Shqipëri dhe po bëhet më i sigurt për vreshtarët tanë që ata të marrin një mall të konsultuar me specialistët dhe si fidan dhe të prodhojnë një prodhim që ju kërkohet nga industria përpunuese, nga tregu ynë, që është gjithmonë në konkurrencë. Profesor, faleminderit. Ishte kënaqësi dhe privilegj për mua në televizion apo më. Për të gjithë fermerët që ndoqën në këtë bisedë kaq interesante dhe me shumë vlera në momentin që do të filloj pra mbjellja e vreshtarëve. Nderuar shikues, këtu po e mbyllim emisionin e sotëm tek firma Bare Flowers me 2 figura, profesor Petraj Sotiri, nga themeluesit e vreshtarisë shqiptare, si dhe Petit Rama. «1917.
La povera e martoriata terra friulana vive l'incubo della Grande Guerra. Già teatro delle scorrerie dei turchi, arrivati fino a Valvasone e Rauscedo, e di cui rimangono numerose testimonianze, come l'altare di San Leonardo nella cripta del Duomo di Spilimbergo, voluto dal conte Paolo Turcarum Miseranda Preda, ha visto nel corso dei secoli ogni sorta di eserciti confrontarsi per il controllo di una così strategica finestra sull'est. Ma proprio nella terribile tragedia della Grande Guerra, a Rauscedo, piccolo paese a ridosso delle Alpi Carniche, nasce una leggenda che cambierà il destino di questa terra. Un ufficiale del Regio Esercito, comandato in quel di Rauscedo, all'epoca retrovia del fronte, insegna ad alcuni abitanti l'innesto della vite. Insegnamento subito raccolto e messo in pratica. Nasce la prima barbatella innestata in terra friulana. Generazione dopo generazione, il patrimonio di esperienza cresce, così pure l'amore per questa nobile piantina. Lo sforzo collettivo che accomuna ormai tutto il paese di Rauscedo fa germogliare il seme della solidarietà, mutualità e genialità che si concretizza nel 1930 con la nascita dei Vivai Cooperativi Rauscedo. Recita lo statuto rimasto invariato fino quasi ai nostri giorni. Sono scopi della società produrre a mezzo dei singoli soci, ma subordinatamente alle direttive, al controllo, all'assistenza tecnica della società, barbatelle innestate di vite. È obbligo dei soci prestare ai vivai da loro coltivati le migliori cure, al fine di produrre piantine vigorose e di pregio. Oltre 1000 ettari di portinnesti sono coltivati dai soci nei terreni più poveri e sassosi, compresi tra il fiume Meduna e Tagliamento, perché qui trovano uno sviluppo equilibrato che consente una perfetta lignificazione e maturazione delle talee. Kober 5BB, VCR 423 e 424, SO4 VCR 105, 1103 Paulsen VCR 107 e 119. Sono solo alcuni dei portinnesti selezionati nel centro sperimentale VCR secondo rigidi criteri sanitari ed agronomici ed utilizzati nella produzione degli oltre 80 milioni di innesti che i soci della cooperativa mettono a dimora annualmente. La consistenza degli impianti a piante madri marze è pari a 1300 ettari, dislocati a Rauscedo, a Fossalon di Grado e a Coriano Rimini, e altri presso aziende amiche nelle aree di maggiore diffusione delle diverse varietà italiane e straniere che entrano nei programmi di produzione della cooperativa. Oltre il 70% delle piante madri sono costituite da cloni di elevato contenuto qualitativo e sanitario derivanti da selezioni operate direttamente dai vivai cooperativi Rauscedo e da istituti di ricerca nazionali ed esteri. Nel periodo invernale, quando la terra riposa, iniziano le operazioni di raccolta negli impianti a Portinnesto e a Marze. Il materiale preparato in fasci e identificato a seconda delle varietà e del clone viene conservato a più 3 gradi centigradi e al 98% di umidità relativa negli enormi frigoriferi della cooperativa o direttamente presso gli associati. I tralci del portinnesto vengono selezionati, divisi per calibro e ridotti in talee di 40 cm circa. Delle piante madri marze si scelgono i tralci che si ritengono più idonei per le successive operazioni di innesto, ricavandone solamente la gemma o marza. Una marza e un portinnesto di origine clonale sono lo stadio primordiale della barbatella. La loro perfetta unione, che genera il giusto grado di temperatura e umidità, il callo di cicatrizzazione, è il preludio per una pianta sana, forte e ben lignificata. Innestate e paraffinate, le future barbatelle vengono poste in cassoni
e ricoperte con segatura di conifere fino al momento della forzatura, un periodo di circa 20 giorni a temperatura ed umidità controllate per favorire l'unione dei bionti attraverso la formazione del callo di cicatrizzazione. Oltre 3.000 combinazioni vengono predisposte annualmente tra varietà, cloni, portinnesti. Dal famoso e nobile Sangiovese al diffusissimo Merlot, al Tempraniglio della Spagna, alla Perechita dell'Alentejo portoghese, al classico aghiorgitico della Magna Grecia e così via. Ma è la selezione clonale che fin dalla metà degli anni 60 è entrata nei programmi di miglioramento genetico del centro sperimentale, che rappresenta il punto di forza della produzione dei vivai cooperativi Rauscedo. Avanzatissime tecnologie, quali l'ELISA, la PCR e l'indexaggio su piante test, vengono utilizzate per l'accertamento sanitario dei presunti cloni. Ciò è necessario per garantire l'assenza di virus e fitoplasmi nelle barbatelle commercializzate e permettere così al viticoltore di costituire vigneti sani e longevi. Agli accertamenti sanitari si aggiungono in campo i controlli agronomici che, iniziati già al momento della prospezione nei vigneti più vecchi e più rappresentativi delle varietà da clonare, proseguono poi nei campi di omologazione e confronto al fine di evidenziare per ogni presunto clone la fertilità reale e potenziale, il peso e le dimensioni dell'acino e del grappolo, la produttività, le curve di maturazione degli zuccheri, degli acidi fissi, dell'acidità titolabile e del pH.